Një rrëthim tronditës nga ish-presidenti i Malit të Zi, Milo Đukanović, ka hedhur dritë mbi një operacion të fshehtë të strukturave serbe për të destabilizuar Kosovën dhe për të komprometuar misionin e NATO-s, KFOR-in. Në një intervistë për televizionin Đukanović tregoi se pas të ashtu quajturës afera S, qëndronin qarqe të fuqishme politike dhe të sigurisë nga Beogradi, të cilat kishin si qëllim destabilizimin e Malit të Zi dhe komprometimin e Kosovës në prag të proceseve të rëndësishme politike në rajon. Sipas Đukanovićit, në kabinetin e ish-presidentit Jugoslav Vojislav Koštunice vepronte një grup që përfaqësonte vazhdimsinë e politikave të kohës së Slobodan Miloševićit. Ky rreth politik dhe i sigurisë kishte si objektiv kryesor destabilizimin e Kosovës, duke besuar se në këtë mënyrë do të ngadalësohej dhe në fund do të pengohej njohja ndërkombëtare e saj. Një nga planet kryesore të këtyre strukturave ishte komprometimi i imazhit të KFOR-it dhe komandës së tij ushtarake në Kosovë. Për ta realizuar këtë, Đukanović zbuloi se ishin përgatitur 27 vajza, të cilat do t'u afroheshin zyrtarëve të lartë ushtarak të KFOR-it dhe do të përdoreshin për t'i komprometuar ata. Mes tyre ishte edhe ashtu quajtura S. Sipas informacioneve që kishin autoritetet malazeze në atë kohë, vajzat po trajnoheshin në ambientet e stadiumit të klubit Obilić në Beograd. Fatmirësisht, ky operacion i mirë planifikuar dështoi. Đukanović konfirmoi se KFOR-i dhe UNMIK-u arritën në kohë të merrnin informacionet e nevojshme dhe ta parandalonin këtë aktivitet. Ish-presidenti malazez shtoi se afera S ishte pjesë e një strategjie më të gjerë politike dhe të sigurisë kundër pavarësisë së Malit të Zi dhe kundër proceseve euroatlantike në rajon. Në kabinetin e Koštunicës, sipas tij, vepronin emra si Rade Bulatović, Gradimir Nalić, Sasha Tijanić dhe Lila Nedeljković, njerëz që luanin me ndjenjat nacionaliste të Koštunicës dhe që e shtyn atë drejt konfrontimeve me liderët pro-perëndimor, me qëllim që Serbia të qëndronte në rrugën e saj anti-perëndimore. Ky rrëfim i Đukanovićit vjen në një kohë kur ai po fliste për 20 vjetorin e pavarësisë së Malit të Zi. Zbulimi i tij tregon se Beogradi zyrtar ka pasur plane afatgjata për të dëmtuar imazhin e Kosovës dhe të misioneve ndërkombëtare në të, duke përdorur metoda të pista dhe të palishme. Fatmirësisht, fal inteligjencës së aleatëve ndërkombëtar, ky skenar i Zi u parandalua në kohë. Pyetja mbetet, sa skenar të tjerë të tillë ka pasur dhe a janë zbuluar të gjithë?